Në Shkodër ka nisur zbatimi i kufizimit të orarit të qarkullimit të automjeteve në zonën e Drales. Nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 15 dhe nga ora 18 deri në orën 22. Kjo hapësirë do të jetë vetëm për këmbësorët, të cilët mund të lëvizin lirshëm. Ky investim që sot shifet ka kthy një imazh komplet tjetër të Zdrales, patjetër që ka nevojë për mbështetjen edhe për një zonë me trafik të limituar, në mënyrë që edhe bizneset të kenë frutet e këtij investimit. Nisma e bashkisë është mirëpritur jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga tregtarët e zonës. Largimi i makinave nga kjo zonë, në pjesët e pikut, në oraret e pikut, e bën më të aksesueshëm prej kamësorëve. Ma lirë që ma mirë është, por zëzat komandat bazë të ligjit. Ma mirë, po vjetë se pasërtia rregulli është. Gjithkund është ma mirë, s'diskutohet. Ma lirë që mas dralja, mu liru rrugë të mirë është. Për ne është shumë e mirë, mandej për makinët, shoferat atë din vetë. Lëvizja me orare të kufizuara do të monitorohet edhe nga policia.